Përshëndetje. Në vendin tonë të mrekullueshëm, ku fëmia quhet bekim, por trajtohet si një projekt ose ndërtim pa leje, pra një keq prindërim, nuk është ndonjë çudi e madhe. Është pothuajse sport kombëtar. E keqja bëhet shpesh pa vetdije në emër të dashurisë. Dashuria e verbër, siç quhet, sjell dhe aksidente të rënda emocionale. Për shumë prindër, fëmia është një zgjatim i vetes, një mënyrë për të rregulluar gabimet e jetës së tyre. Por nëse fëmia nuk mëson, do bëhet si unë, do mbaj kazmën në dorë gjithë jetën. Po nuk u mori dieta, çfarë do të thonë komshin, kushërinjt? Po nuk u martua sipas planit që mendojnë prindrit, çfarë do të bëhet? Do të thotë që unë si prind kam dështuar. Dhe kështu nisë keq prindërimi i heshtur. Jo domosdoshmërisht me shkop e ndërshkime, por me presion emocional, krahasime, zhvlerësime dhe dashuri me kushte. E gjithë kjo e veshur me fjalë si unë që të flas, të dua të mirën tënde. Se bëj nga e keqja, jo. E bëj se të dua. Por dashuria e mirë nuk lëndon. Dashuria që ushqen nuk fyen. Dhe prindërimi nuk është test i diktaturës personale. Nuk është ta bëj fëmin si dua unë, që të ndjem i suksesshëm dhe unë, se ka të tillë plot. Por prindi është si projektus i jetës së fëmijës. Nëse do të hysh në mendjen e disa prindërve, do të dëgjosh diçka si ky fëmijë ka ardhur për të më nderuar mua, për të më realizuar mua, për të më plotësuar mua, dhe që aty fillon shkelja më e thellë psikologjike. Mojimi i të drejtës së fëmijës për të qenë vetvetje. Fëmia bëhet mjeti për lavdinë e prindit. Prindi se pyet veten çfarë do fëmia, por çfarë do ai vet prej fëmijës. Dëshiron të luajë violin? Ja. Do të bëhet aktor? Jo, në asnjë mënyrë. Ti do të bëhesh mjek. Pse? Se su bëra dot unë. Pse? Mos më thuaj pse. Dhe më pas kur fëmia merr frymë ndryshe dhe thot diçka ndryshe, fillojnë shprehjet famkeqje. Çfarë fëmije kam rritur unë? S'më kuptove një herë. Na kesh gënyer. Po jo më zotëri, jo. Jo më zonjë nderuar. Ju jeni zgënyer nga fëmia. Jeni zgënyer nga projekti që ndërtuat në kokat tuaja. Pastaj është dhe diçka tjetër. Kur prindrit përdorin ndëshkimin si metodë komunikimi, disa prindër kanë ngelur në epokën e gurit. Po nuk ta ndeza ndonjë syve on ty, ti nuk dëgjon, ti nuk merr vesh. Është një filozofi që përdoret ende në shumë shtëpi, në shumë familje. Dhe për çudi ata s'kan lexuar asnjë studim që tregon dëmin e dhunës fizike apo verbale. Ka nga ata që justifikojnë, thonë, gjyshi, më rrau një herë, po me rrip më ka rrau, dhe ja, u bëra njeri. Është fjalët e këtij studimi më të besueshëm që është i përhapur pothuajse në të gjitha familjet shqiptare. Ky realitet, dhuna vetëm shtyp, nuk edukon. Një fëmijë që ka frikë do të sillet mirë vetëm kur të jetë nën vëzhgim. Por në brendësi, ai fëmijë fillon të ndihet i pavlerë, i pasigurt dhe i vetmuar. Por kur rritet, ose bëhet agresiv si prindi vet, ose bëhet një kërkues i përjetshëm i aprovimit, me fjalë të tjera, rritet një hendek të thellë emocional brenda të cilit do ta mbush gjithë jetën me punë të tepërt, me marrëdhënie toksike apo me heshtje të dhimbshme. Një nga mënyrat më të sofistikuara të keq prindërimit është krahasimi. Shiko çfarë bëri djali i hallës. Pse si e si goca e tezes ti? Djali i komshiut u mori bursë për Gjermani. Ti s'ke bërë asnjë palë detyra, ti s'di të bësh asgjë. Gdhë, dru. Krahasimi nuk e motivon fëmijën, e dëmton. Ja zbe vetëvlerësimin, ja mbjell pasigurinë. Fëmia fillon të mendoj se sa do të përpiqet, kur nuk do të jetë i mjaftueshëm i mirë për prindërit e tij. Edhe për të tjerë, sigurisht.
Dhe e dini çfarë ndodh më pas? Ose dorëzohet, ose i kthen prindrit një mask që nuk ka lidhje me veten. Buzëqesh në sytë e tyre, por në shpirt është bosh. Dhe në atë boshllëk fshihet një thirrje që askush nuk po e dëgjon. Më pranoni kështu siç jam. Një tjetër gjë është prindërimi nuk është posedim, është përgjegjësi. Problemi themelor është që shumë prindër nuk e kuptojnë një të vërtetë të thjeshtë. Fëmia nuk është pronë. Është një qenie njerëzore që kërkon rrënjë dhe siguri dhe krah për të fluturuar. Por shumica japin rrënjë të ngurta dhe ja presin krahët, sepse ndihen më të qetë kur fëmia është nën kontrollin e tyre. E quajnë këtë kujdes, por në thelb është frikë që ata kanë, frikë nga humbja e autoritetit, frikë nga ndryshimi, frikë nga ajo që nuk e kuptojnë. E gjithë kjo e bën prindërimin një lojë pushteti. Dhe kur pushteti hyn në mes, dashuria del nga dera. Si duket një prind i mirë? Ai s'ka aureol mbi kokë. Prind i mirë nuk është ai që e bën gjithçka perfekt. Është ai që dëgjon, pyet, reflekton, ai që nuk ka frikë të thotë gabova dhe nuk e përdor turpin si mjet edukimi. Ai që mëson se fëmia s'ka ardhur për të shpëtuar jetën e tij, po për të pasur jetën e vet. Prindi i mirë nuk ka nevojë të krahasohet me të tjerët. Nuk ka nevojë të përdor fëmijën si trofe social. Ka nevojë vetëm të jetë aty dhe me praninë e tij, të qetë, sigurisht me dashurinë e tij, të pakushtëzuar dhe me një vesh të hapur për të dëgjuar zemrën e një fëmije që rritet çdo ditë. Së fundi do të thosha se nëse kjo video të bëri të ndihesh pak në siklet, urime. Je ndoshta një prind i mirë, sepse vetëm ata që reflektojnë kanë mundësi të rriten bashkë me fëmijët e tyre. E në fund të fundit prindërimi nuk është as shfaqje dhe as garë. Është marrëdhënie dhe si çdo marrëdhënie kërkon përkushtim, përullësi dhe shumë dëgjim. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja poshtë videos, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë e therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.